Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot do t'ju tregojmë 2 receta të veçanta me arrat jeshile. E para është liko me arra jeshile dhe e dyta është një ilaç popullor që përdoret shumë sidomos për tiroidin. Fillojmë me recetën e parë, po ju njohim më mënyrën se si e përgatisim hap pas hapi. Mbledhim arrat jeshile dhe çdo kokorrar do ta çpojmë 3-4 herë. Më pas do t'i hedhim në një tenxhere të bollshme. Aty do shtojmë ujë dhe do t'i vendosim për të zier. Zierja bëhet me qëllim që të zbutet paksa lëkura e jashtme e arrave jeshile. Do t'i ziejmë jo më shumë se 10 minuta në një temperaturë mesatare. Pasi kanë zier, arrat i heqim, i kullojmë dhe i vendosim në ujë të ftohtë. Hera e parë që e kam provuar likon me arra ka qenë kur isha me pushime nëpërmet dhe të them të drejtën, më pëlqeu jashtë mase. Likoja me arra mund të gatuhet në çdo zonë të Shqipërisë, por siç e gatuajnë gratë përmentare, nuk besoj se ka zonë në Shqipëri që e gatuan aq mirë. Arrat do t'i lëmë në ujë të ftohtë për 10 ditë dhe ujin do ta ndërrojmë 2 herë në ditë, në mëngjes edhe në darkë. Do thoni ju pas kanë shumë punë. Kanë, është e vërtet, por se likoja me arra është një nga likot më të veçanta nga të gjitha likot e tjera. Shumë prej jush ndoshta i lind pyetja pse lihen në ujë 10 ditë dhe uji ndërrohet 2 herë në ditë. Kjo bëhet që t'ju dali hidhërima dhe të zbutet lëkura jashtë. Këtu jemi në ditën e 10, lëkura e arrave është zbutur dhe është shumë e lehtë për ta qëruar atë. Pasi i kemi qëruar, i hedhim në një enë të bollshme, i shplajmë mirë dhe pas këtij procesi do t'i lëmë që të pushojnë në ujin e përgatitur të gëlqeres të paktën për 3-4 orë. Uji i gëlqeres është edhe sekreti i çdo likoje të mirë. Do t'i shplajmë arrat me ujë të bollshëm, do t'i vendosim për të zier përsëri 10 deri në 15 minuta që të largojmë ujin e gëlqeres nga arrat para se t'i hedhim tek shurupi i përgatitur për të bërë likon. Fillimisht do peshojmë arrat dhe në bazë të peshës së arrave do shtojmë ujin dhe sheqerin. Për 1 kg arra do na duhet 800 ml ujë dhe 1 kg sheqer. Kështu e llogaris unë përgatitjen e likos së arrave. E di që shumë prej jush ndoshta do thonë po sa shumë sheqer, por për fat keq likoja e arrave e do sheqerin sepse ndryshe nuk ruhet ashtu siç duhet. Do t'i ziejmë për 30 minuta dhe do t'i lëmë të pushojnë gjatë gjithë natës. Të nesërmen i vëmë të ziejnë përsëri edhe për 30 minuta të tjera me disa gjethe barbaroz dhe lëng limoni. Duhet kemi parasysh që pas zierjes së dytë, arrat të jenë të mbuluara komplet me shurup para se t'i vendosim në vazo. Receta e dytë për sot është ajo e ilaçit të tiroidit. Kjo recetë në fakt përdoret vetëm nga ata persona që e kanë jodin e ulët në tiroid. Nëse jodi jot është i lartë, nuk është mirë që ti ta përdorësh këtë recetë. Për ta përgatitur do na duhen 40 kokra arra, sa më të vogla, aq më të mira. I shplajmë me ujë dhe i thajmë nga uji i tepërt me 1 pecet kuzhine. Përveç vitaminës C dhe mineraleve të tjera që arrat jeshile i kanë me shumicë, ato përmbajnë edhe shumë jod. Prandaj, kjo recetë nuk përdoret nga ata njerëz që jodin e kanë të lartë në tiroid. Dhe për këtë arsye, vishen edhe dorashkat kur jemi duke përgatitur receta me arra jeshile, sepse jodi i tyre është aq i fuqishëm saqë ju lë me shenja në përduar për një kohë të gjatë. Arrat do t'i presim në 4 pjesë dhe më pas do t'i hedhim në një vazo qelqi të sterilizuar. Sigurohuni që vazot t'i jenë sa më sterile para se ta bëni këtë recetë. Gjithashtu, duhet të sigurohemi që edhe mjalti që do përdorim për të përgatitur këtë recetë të jetë sa më organik dhe i papërpunuar. Pas këtij procesi, do t'i lëmë 40 ditë në një vend me diell dhe çdo ditë do t'i kthejmë me kokë poshtë me qëllim që të trazohet mirë. Pas 40 ditëve, lëngun e përftuar të arrave jeshile dhe mjaltit e keni gati ta konsumoni një lugë çaji esën në mëngjes, me të gjitha vlerat shëndetësore të arrave brenda. Ju përshëndes dhe uroj gjithë të mirat.